Kush I fiton zgjedhjen po Dujev? Pa zgjedhjet I fiton, po shpresoj që I fiton Lidhja Demokratike. Pse? Po është parti e formuar më herët, parti që do të thonë është shtet formuese parti për ata. Përshëndetje me emisionin 05 edhe sonte jemi në qytetin e Podujevës. Jemi këtu për pyetjen, kush duhet I fitojë zgjedhjet e 12 tetorit? Ta shohim se si përgjigjen qytetarët e kësaj komune. 05 ku morën Podujev ekstra për ty me ta bë pyetjen. Ha ekstra për mua. Kush I fiton zgjedhjen Podujev? Pa zgjedhjet I fiton, po shpresoj që I fiton Lidhja Demokratike. Pse? Po është parti e formuar më herët, parti që do të thonë është shtet formuese parti për ata. Nëse përkthejmë përqindje, sa përqend? Për aty përqindje nuk e di, që unë shpresoj që Lidhja Demokratike do të fiton. Pa ballotazh, me ballotazh. Jo, me ballotazh. Me ballotazh. Me ballotazh. Me vetvendosin ballotazh. Sigurisht. Faleminderit shumë, përshëndes, kaloj mirë.